Ibrahim Rugova ndiqej, përgjohej në çdo lëvizje dhe në çdo hap të jetës tij nga sigurimi shqiptar i shtetit. Nuk bëhet fjalë për udbën jugoslave, që padyshim e kishte atë në ndjekje dhe në përgjim çdo moment, por për shërbimin sekret të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, dikur Republika Popullore e Shqipërisë, e cila ndiqte në çdo moment dhe në çdo hap këtë burr, i cili në atë kohë ishte thjesht në fillimet e tij, ishte thjesht një studiues, ndërsa më pas një nga njerëzit më të rëndësishëm politik të Kosovës. Absolutisht një nga njerëzit më të rëndësishëm, jo vetëm kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidenti i Republikës Kosovës, por dhe njeriu që arriti të formsoj një lëvizje paqësore, e cila ishte unike në botë. Arriti të plazmoj një lëvizje e cila ndërtoi një shtet paralel që i hoqi funksionalitetin e Serbisë dhe arriti të krijojë ose të mundsojë mbijetesën e shoqërisë shqiptare në kushtet e një pushtimi të ashpër, ndoshta nga më masakruesit dhe të ashprit në Europën e pas luftës së dytë botërore. Po pse sigurimi shqiptar ndiqte Ibrahim Rugovën? Cili ishte qëllimi i tij? Për çfarë i duheshin këto informacione? Në autoritetin shqiptar të dosjeve, në një vizitë që bëra pak kompar, arrita të zbuloj dosjet e shqiptarëve të Kosovës, që ishin dy palësh. Dosjet e shqiptarëve të Kosovës që ishin arratisur dhe jetonin në Shqipëri, dhe dosjet e shqiptarëve të Kosovës, të cilët jetonin në Kosovë dhe ishin personalitetet të rëndësishëm. Brenda tyre mund gjeni disa nga figurat më të rëndësishme të jetës politike të Kosovës të viteve 70-80, por njëkohësisht dhe denoncimet e kolegëve tyre bërë për kolegët që i vinin sigurimit shtetit. Nuk e di nëse e bënin për xhelozi, për informacion apo për patriotizëm, duke menduar se këto informacione po ja jepnin vendit am. Unë nuk dua të flas vetëm me fjalë. Edhe pse dosja e Ibrahim Rugovës nuk më lejohet që ta bëj publike në televizion, unë kam mundur të marr disa filmime të saj që ju do t'i ndiqni tani. Janë materialet për Ibrahim Rugovën dhe për shqiptarët e Kosovës. Ndiqin e do kthehem prapë. E Kosovës, janë informacione nga Kosova? Sa dosje nga Kosova? 1, 2, 3 kuti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36. Po, 36 kuti janë arka, janë me dosje nga informacione nga Kosova. Si sigurimi shtetit përgjonte një personalitet kosovar si Ibrahim Rugova, praktikisht edhe pse Ibrahim Rugova ka bërë vetëm 2 vizita në Shqipëri në atë kohë, deri në kohën që ndiqet. Ky është një shembull tipik se si ndiqet. Dosja 80-84 është dosje ndjekje, ndiqej Ibrahim Rugova. Të hapim? Ma jep mua, një që më lejohet, personeli nuk duhet dali sepse ruan. Këto nuk janë sekret shtetërore, janë marrë vetëm për transportin. Ma jep ta shoh shifrën, është 50-a A 299, fashikulli 80-84. 50 Po, me dinë? Lën nga kamera. Fashikulli 80-84. Ka shumë, po do ta gjeni. 80-84, 79 po në koma. Dosja 80 e Ibrahim Rugovës. 77. Të gjitha janë kryesisht intelektual të Kosovës që ndiqeshin nga sigurimi 80, 81, është 80-84, ja. Ja, përëm se ta gjemi. Tani, 80-84, 77 nuk qënë ka në numrin vendor, 82,
80-84. Ibrahim Rugova. Dosja e sigurimit. S'është donte sigurimi me Ibrahim Rugovën. Që nga e deklasifikuar. Fotografia e Ibrahim Rugovës. Lista e materialeve. Informat. Raport survejimi. Formular kërkes vize. Raport informat. Tani, unë nuk e di se do na dalin në një Kosovë dhe marrin qafë. Këtu janë emrat e personave që e kanë informuar. Informat, Ibrahim Rugova, student, lindi fshatin Gërc, të Istogut në vitin 45, jati një jetë të vujtun, baba dhe gjyshi ju vran nga serbët. Ibrahim mbeti në kujdesin e nanës dhe tagjës. Qysh si fillorist u dallue për zgjuetësinë e tij, duket që edhe raporti është bërë nga Kosova. Relacion mbi Ibrahim Rugovën dhe Recep Ismailin, 10 shtator 1971. Ky është relatori i parë punëtori i sigurimit. Shënim, nxjerr nga informacionin drejtorinë Tiranë dërguar me shkresën numër kaq. Informacion. Tu që pas kanë nxjerr gjithë gjërat. Informat. Edhe kjo informat. Unë fillimisht bisedova me Ibrahim Rugovën, të ti i ngarkova dhe detyrat bisedonte me tjerë, mbasi ngihej nga afër me ta. Kështu ta fillun të dërgojnë shkrime letrare, ndërsa informat, sërish për Ibrahim Rugovën, 25 shkurt 1974, edhe kjo informat operativi, e ka marrë në 70 nxjerr nga procesi i 73-shit. Informat, prape 74-s, informat e 74-s, informat e vitit 1980, raport survejimi, mbi survejimin e objektit Jugoslav, Ibrahim Rugova, i cili do të njihet me pseudonimin Zdrukthi. Hajde merre vesh i kishim vënë pseudonim për ta ruajtur. Në orën 7 filloi survejimi në pritje të daljes së objektit nga Hotel Dajti. Pra Ibrahim Rugova ndodhi në Tiranë. Në orën 9:10 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas orës 1 u pa përsëri përpara Hotel Dajti shoqëruar nga objektin Çekiçi dhe një kosovar të jep pjesëtar i grupit dhe 3 bashku kalojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshin Skënderbek dhe në orën 9:15 futen Pallatin e Kulturës. Pas 0.2 minutash u pan të ulur në sallën shkencore numër 2. Pastaj vazhdon në datë 22/3, në orën 6:30 filloi survejimi në pritje të daljes së objektit nga Hotel Dajti. Në orën 9:10 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas 2 minutash u pa tek monumenti Lenin i shoqëruar nga objekti Çekiçi dhe kaloi përpara bulevardit Dëshmorët e Kombit. Në rrugën Skënderbek e tjerë. Në orën 13:25 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas 1 minuti u pa para hotelit në objektin Sharra dhe kalojnë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ky që ka shoqëruar vetëm me bashkëpunëtorë që ta mbulonin mirë. Ndërkohë thot pseudonimi Berreta quhet hoqja se doli emri bashkëpunëtorit. Ndërkohë kjo është kartela e kërkesë vizë për hyrjen në Republikën e Shqipërisë të Ibrahim Rugovës. Kjo është perë. Ndërkohë që Pra pak a shumë këto ishin filmimet që unë kam ruajtur nga një vizitë 3 viteve më parë në autoritetin e dosjeve. Kjo është dosja e Ibrahim Rugovës. Duhet që familja në mënyrë absolute të kërkoj nga autoriteti i dosjeve që dosja të bëhet publike për të kuptuar kush e përgjonte dhe kush e spiononte Ibrahim Rugovën, pse e bënte këtë gjë dhe çfarë i duhej shtetit shqiptar aktiviteti i një studiusi fare të rinj mosh i cili kishte ardhur të vizitonte Shqipërinë, madje e quante subjekti jugoslav. Është mirë që kjo dosje të hapet për të hapur në një farë mënyrë kutinë e Pandorës dhe për shumë personazhe të jetës publike në Kosovën asaj kohe.